përshëndes miq të Rajza. Ja kur takohemi sërish me historinë e radhës për të ndarë me juve rrëfime, emocione, por mbi të gjitha histori të suksesit njerëzor. Por para se të fillojmë, doja të pyesja të gjithëve se cilat janë, po themi, pjatat e juaja të preferuara. Preferoni më shumë pastat apo pizzat? E po mos u shqetësoni, pasi vendi ku ndodhem sot i ofron të dyja, edhe pastat edhe pizzat më të mira në kryeqytet me një eksperiencë 14 vjeçare. Realizimin e recetave të mrekullueshme dhe unike. Pas pak me mua do jetë një intervistë ekskluzive menaxheri i Pasta Pizza Ogi, një vend i cili është një pikë atraksioni jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të huaj që vinë në kryeqytet. Por para se të fillojmë, doja një kafe i përgatitur nga një djalë mjaft i këndshëm dhe simpatik. Pasi pa një kafe të mirë nuk nis dita. Përshëndes të gjithëve, si që thash edhe në hyrje të intervistës, do jem me menaxherin e Pasta Pizza Ogi, me Henry Birakun. Henry, përshëndetje. Përshëndetje Gjentiana, mirë se vini te restoranti jonë. Mirë se ju gjeta Henry, na keni mikpritur në fakt, tavolina është plot me receta të mrekullueshme, duke filluar nga antipastat, pastat, mishi, por edhe pizza, e cila në fakt është bestseller dhe një nga pizzat më të kërkuara. Në fillim kemi antipastën, është antipastë klasike italiane me 3 lloje prosciutrash, me 4 lloje djathrash dhe pomodorimin me bajame. Është shumë e shijshme. Kemi trisin e makaronave. Trisi makaronave. Është me bajame, me mish viçi tartuf, edhe me brokoli dhe bajame të pjekura. Është duneta dhe ravioli, janë pastat fresta italiane të mbusha me ricota me spinaq. Cila është më e kërkuara nga të treja? Me të treja shumë të kërkuara, po unë do veçoja me mish viçi dhe tartuf. Mish viçi dhe tartuf. Doja që ta provoja paksa, domethënë. Ka dhe një aromë shumë të mrekullueshme, por edhe shija besoj është shumë speciale. I love it. Është 10, I love it. Pastaj kalim te pjata kryesore që është mishi, po, është rolea e viçit, e mbushur me tartuf edhe kërpudha. Kemi fileton e viçit. Edhe gjëja më speciale është T-bone steak-u. Kërkohet jashtëzakonisht shumë. Doni që ta provoni edhe këtë, është speciale. Faleminderit Henry. Asgjë. Henry, prej sa kohësh punon tek Pasta Pizza Ogi? Unë jam prej 5 vitesh menaxher i përgjithshëm i pikës. Prej 5 vitesh? Prej 5 vitesh, po. Cila është receta që kërkohet më së shumti? Është pikërisht ky mishi që po na servir apo janë Tek pjesa e mishit, filetoja dhe tiboni janë shumë të kërkuara. Po ashtu dhe rolea viçit është shumë e kërkuar. Gjithashtu di që ju keni dhe delivery. Kemi dhe pjesën e deliveryt për gjithë Tiranën. Na flit pak për këtë pjesën. Për pjesën e deliveryt. Po. Pjesa e deliveryt është një nga pjesët kryesore të restorantit tonë, si pjesa shërbimit që është këtu, edhe pjesa deliveryt është shumë e kërkuar në gjithë zonat e Tiranës. Operojmë prej 14 vitesh në treg. Edhe delivery dhe restoranti njëkohësisht të dyja bashkë. Në fakt për pizzën me rucola dhe me crudo, e cila është bestseller. Kjo është pizza, ne quajmë pizza speciale, është më e kërkuara. Është me rucola, me prosciutto crudo, me pana, me djathë dhe me pomodori. Ka një shije unike.
rukola dhe me krudë. Cilët janë disa shije që preferohen nga shqiptarët? Kemi picën karakteristike që është 4 stinët, që është shumë e kërkuar. Kemi picën Bombay, po është me salcë keri, me fileto pule, me misër. Edhe është shumë e kërkuar. Edhe pjesa tjetër pastaj e picave, nuk ngelet mbrapa, po këto janë 3-4 picat që unë të cilësova që janë më të kërkuara. Pasta Pizza Ogi operon në treg prej 14 vitesh. Na thuaj pak ku shtriheni në zonën e Tiranës? Keni edhe pika të tjera? Edhe pika të tjera. Pika e parë që është hapur është tek zona e Oxhakut, këtu ku ndodhemi ne aktualisht, po pika tjetër është tek zona 21-shit dhe pika e tretë që sapo e kemi hapur është tek hipoteka. Që i ftojmë të gjithë, po themi, klientët që ndodhen në atë zonë të provojnë pjatat e shijshme që ofron Pasta Pizza Ogi. Çfarë diferencon Pasta Pizza Ogi, po themi, nga bizneset e tjera të cilët ofrojnë të njëjtin shërbim? Neve si parim kryesor kemi klientin, që ai të ngelet sa më i kënaqur me ato që provon tek neve dhe të rikthehet përsëri. Klienti për ne është numri 1. E para është cilësia e ushqimit, korrektësia që neve kemi dhe besimi që ju ofrojmë atyre. Këto janë disa nga pikat tona kryesore dhe bazë. Cili është vizioni së ardhmes për sa i përket Pasta Pizza Ogi? Keni një vizion, do shtriheni në vende të tjera të Tiranës? Patjetër. Për momentin jemi me 3 pika, por shumë shpejt kemi në plan edhe 2 pika të tjera. Po themi vështirësia në ushtrimin e menaxhimit të restorantit. Është e vështirë kjo pjesa, do të thonë cila është sfida që ti je përballur dhe përballesh çdo ditë? Unë e kam fituar me eksperiencën time gjatë viteve të punës, sepse unë nuk kam bërë shkollë specifike, siç më ke mbaruar shumica hoteleri turizmi. Unë e kam fituar me eksperiencën time gjatë viteve të punës. Normalisht që vështirësi ka, sepse niset dita shumë herët. Ne jemi gjithmonë në shërbim klientit. Se këto doja të pyesja, si nis një ditë e jotja, për sa i përket, po themi, menaxhimit restorant Pizza Ogi? Po. Në mëngjes konsumojmë kafen e mëngjesit tek restoranti, merremi me gjërat që duhet, kemi furnizim për ditën, me problematikat mundohemi të japim zgjidhje, normalisht shumicën e rasteve japim zgjidhje, edhe vazhdon puna, është rutina. Doja të pyesja në fakt, sepse lam pa komentuar pjesën e sallatës. Kjo është sallata Ogi. Sallata e shtëpisë, është një sallatë mikse me 3 lloje sallatrash, me fileto pule, parmigiano, sheg, pomodori, misër, aceto, është e mrekullueshme. Jemi në fakt në prag të sezonit të pranverës. Pasta Pizza Ogi frekuentohet nga të huajt, sa i preferojnë të huajt të recetat që të ofrojnë? Neve kemi gjatë gjithë vitit të huaj, turistë të huaj, kryesisht italian, edhe anglez. Po, në fakt italianët vdesin për pasta. Po, ato janë kemi gjatë gjithë vitit, jo vetëm periudhën e pranverës, por edhe gjatë dimrit, periudhën e festave të fundvitit. Kemi gjatë gjithë kohës me turista. Pjesa shumë e madhe është e kënaqur me shërbimin, me cilësinë, me korrektësinë që neve ju ofrojmë. Sa do ju rekomandoje, po themi, të rinjve dhe të rejave ushtrimin e këtij profesioni që po na ndjekin në këto momente? Unë i them që ta ndjekin këtë lloj profesioni si pjesën e kuzhinës edhe pjesën e shërbimit, sepse është diçka shumë e bukur. Unë e kam filluar part-time, këtë punë kam qenë shumë i vogël, e kam filluar. Unë kam qenë diku te mosha 13 vjeçare. E kam vazhduar part-time deri në momentin që unë jam këtu ku jam sonte, që unë menaxhoj restorantin. Menaxhon 3 pikat e Pasta Pizza Ogi. Doja të pyesja se cila është receta jote preferuar tek Pasta Pizza Ogi? Receta ime preferuar. Unë do të thoja për fileton e viçit. Kjo është
mendimi im është diçka fantastike. Edhe gatimi, edhe ushqimi, gjitha janë fantastike. Te pjesa filetës viçi. Po. Për këtë, edhe pjesën tjetër që ne kemi në tavolinë është shumë e mrekullueshme. Për posë restorantit ju keni edhe delivery-n i cili tashmë prej 14 vjetësh ofron shërbimin e shpejt për të gjithë qytetarët e Tiranës kudo që janë. Po në çdo pikë të Tiranës është një nga pjesët kryesore të restorantit, delivery. Neve kemi 4 numrat tonë të telefonit. Këtu është pjesa që merret porosia. Jepet e kuzhina ose tek piceria, paketohet edhe është gati për klientin. Momentin që neve e kemi gati, janë edhe çunat që bëjnë shpërndarjen, edhe kjo është sinjali jon. Porosia është gati. Porosia është gati për të marrë. Për të gjithë publikun që po na ndjek në këtë momente, si mund t'ju gjejnë përmes rrjeteve sociale? Neve kemi në Instagram, në TikTok, në 2 rrjetet sociale, Pizza Pasta Ogi. Ne kemi bërë dhe shpërndarjen e flet palosjeve. Këtu kemi dhe numrat e telefonit, kemi dhe menun e restorantit që duan të porosisin klientët. Shoh që është gati një pizza bestseller me rucola. Pizza speciale. Po, pizza speciale e cila do bëhet gati për një klient. Jemi këtu në habitatin tënd të preferuar Henry që besoj kalon shumë kohë. Pjesën më të madhe të ditës, unë e kaloj këtu rreth 12-13 orë. 12-13 orë. 13 orë punë intensive. Sa e vështirë është kjo? Shumë e lodhshme në aspektin fizik, mendor? Për mua personalisht jo dhe shumë. Sepse po ta bësh i punë me përkushtim, nuk e ndjen as lodhjen as gjërat e tjera. Po besoj edhe shpërblehet. Edhe patjetër. Ne kemi marrëdhënie pune mbi 5 vite. Je bërë dhe si pjesë e familjes. Pjesë e familjes, po. Sa do sugjeroje të rinjve? Unë doja sugjeroja shumë të rinjve dhe mos të merren me atë pjesën e paragjykimit. Sepse këtu në Shqipëri është shumë paragjykuese kjo pjesë që është, ama se ka marrë, nuk është se po bëj punë të madhe. Po puna nder është punë fundit, kështu që çdo gjë shpërblehet në jetë. Në fakt Henry, si pa kuptuar, kemi ardhur thuajse në fund të këtij rrugtimi, ishim me Henry Birakun. Faleminderit Henry që ishe pjesë e Rise Up. Faleminderit juve Gentiana.